bisedonim rreth impaktit të projekteve tona, mas thjeshti që e gjenin me tregu atë ndryshimin, tregonin që prej planit ose praktikës që e kanë pas me ushqy një herë në det. Një herë në ditë në ushqy? Jenë të shku drejt mundësisë me ushqy 2 herë në ditë. Do më thonë që shtu e spjegonin atë efektin e projekteve që na i kemi implementu atje. Kushtet jashtë, një aspekt kështu, po aspektin tjetër ka posë rast, njënin për projekteve ka qenë me pula, do më thonë që i ka investu Islamic Relief atje, të regën të ajo përgjithësia e projektit, tha kemi mujtë mi forgusi me thonë këtë, para jush mi po vizë, po nuk na dosht me ndiku negativisht në natyrë, me ndez jemin të. Do më thonë, do këta një vedije e lartë, do më në që të rrëthonë. E rrujshin prapë se prapë. Ke kështu befasu se ajo që ka dëgjum prej sojna, do më në është dhe me fotografi mujna me po në tarman. Nuk janë kështu largë prej botës, pa më varsisht që jetojnë që ato kushtet vështira. Do më edhe në aspektin e pastërtisë, që për shembull të na është mangësi e madhe në zakonisht në familjet e varfra, e shes që edhe në niveli që më i pastërtisë, edukatës është i oltë, do më thonë atje nuk dukej që ajo vedije e oltë. Më përgjithësi, do më thonë kërkesat e tyre janë bazike, do më ushqimi, uji, do më strehimi nuk e bojnë derë të tyne, edhe pse për mua ishte problem mungesa e strehimi, do më thonë që insistojsha që për neve si organizat do të me qenë prioritet në të ardhmen që me posë fushata, me fillu sa do pak, sepse ndikohet prej organizatës në një organizat, kur e përmirësën gjendjen e një familje që ka jetu me një shtëpi kështu me thupra mi thonë, edhe e bënd të një shtëpi pak ma të mirë, atëherë fillon bëhet pak ma e shpesh si projekt që investojnë edhe tjera të organizata. Mirë, po nuk e kishin si kërkesë fare. E ato shtëpijat, do më thonë, qashtu ishin si me druj? Druj të hollë të thurura, edhe mrena edhe një shtrat i rregullu me ato, edhe kur gjë diçka tjetër. Aha, okej. Që aty, do më thonë, nuk bojnë kështu ndarje? Ato ishin kasollat vogla që hishin familjet, burri, gruaja, fëmija. Do më thonë, u dëkshin që kanë marru disa, për shembull, mrena një hapësire të ngushtë, jenë bot disa të njajta. Që ma jep ke idenë me kuptu që jenë të ndohë me brenda familjes, familjet të vogla. Po. Tash në ashtar, regjia munden me i përgatit fotot, ndërkohë na i shikojmë. Prej insistime ose prej realitetit që kom shku me idenë që gjithmonë do të më mundu me jau ofru ujin ofër, stafi vendor na kundër argumentoj ke shpesh në kërkesa tona që ato ish problem edhe mi siguru ujë të tepërt, për shkak se viruset që janë prezente lehtësisht bortën edhe kur uji akumulohet edhe rrin me një vend, edhe masnej ajo mundet me përhop tek njerëz të do më pej ujit prej mushkonjave që bortën viruset tek njerëz tjerë edhe rrit rrezikun për jetën e tyre. Do më thonë aty edhe me dashni implementu. Po, duhet me shumë kujdes.